Rikthehemi bashkë në transmetim të drejt për drejt në pjesën e dytë të emisionit. Në 1 maj të 2016-s tek zona e zhbllokut, lokali De Niro, ka ndodhur vrasja e Elton Qiços, ka patur zhvillime ditët e fundit, është vetë dorëzuar Renato Milloshi, ishte shpallur në kërkim, ndodhi në Arati, ka dhënë dëshminë e tij në cilën është shprehur se në fakt nuk ka qenë ai në momentin që është vrarë Elton Qiço në makinë, drejtimin e makinës tip Ford. Ne do të ndjekim një material në kronologji se çfarë ka ndodhur mes dy palëve, konfliktet që kanë patur, atentatet që kanë ndodhur, sepse zanafilla ka qenë që në vitin 2000 në Greqi. Ndiqeni materialin, më pas me kolegun Artan Hoxha do të thellohemi për zhvillimet më të fundit. Mbrëmja e pashkve të vitit 2016 ka qenë një natë terrori për banorët e zonës e zhbllokut në kryeqytet. Mbrëmjen e 1 majit në lokalin De Niro mes njerëzve u ekzekutua me 2 plumba në kokë 36 vjeçari Elton Qiço. 23 ditë më vonë pas kësaj vrasje, policia identifikoi autorët e saj. Autorët e dyshuar të kësaj vepre penale janë shtetasit: Jani Naim Alia, 39 vjeç, lindur dhe banues Tepelen; Renato Hysni Milloshi, 36 vjeç, lindur në Berat dhe banues Tiranë, të dy me precedent të mparshëm kriminal për vepra të rënda penale. Zbulimi i autorëve të kësaj ngjarje bëri që policia të ndërtojë një zinxhir atentatesh që grupi i Qiços dhe Aliajt kanë bërë mes njëri tjetrit në vite. 4 të vrarë, 5 të plagosur dhe 4 atentate të dështuara është bilanci nga përplasja mes grupeve kriminale të Elton Qiços dhe Jani Alis. Zanafilla është në vite 2000, kur Aliaj ka vrarë mikun e fëmirisë së Qiços. Në fshatin me emrin Zhapakin, Jani Alia goditi për vdekje me thik djalin e shtetasit Shqyqo Ballazhiu, shok fëmirie i Elton Qiços, bashkëmoshatari i tij. Ata ishin rritur bashkë në Tepelen dhe Qiça ishte interesuar shumë për të mësuar se kush ishte autori i vrasjes së shokut të tij. Në momentin që e ka marrë vesh se autori ishte po ashtu nga Tepelena dhe sapo ka mësuar emrin e tij, Qiça i ka dërguar fjalë në Burgalis, duke i thënë se do të merrte hak për këtë vrasje. Jani Alia, në atë kohë 23 vjeç, ishte arrestuar nga policia helene dhe ndodhej në paraburgim. Rreth 3 vite më vonë, ndodh që arrestohet në Greqi edhe Elton Qiça. 2 tepelenasit rastistë përballen në të njëjtin vend në burgun e Korydallos. Alia i dënuar me 18 vjet për vrasje dhe Qiça me 5 vjet për drogë. Aty ndodhi përplasja e parë fizike mes tyre, pasi Qiça plagosi me thik Alin, kur ndodheshin në Airim. Disa javë pas kësaj ngjarjeje, Jani Alia del me leje nga burgu pasi kishte vuajtur dënimin për 10 vite, por nuk kthehet më dhe shpallet në kërkim nga policia greke. Pak kohë më pas lirohet edhe Elton Qiça pasi përfundon dënimin. Pas këtij momenti nisin edhe atentatet. Elton Qiços i grabisin dhe i dhunojnë prindrit në Tepelen. Policia identifikoi vetëm 2 prej grabicëve dhe i shpalli në kërkim, ndërsa Qiço u akmor duke vrarë njërin prej tyre. Jani Alia u tentua të ekzekutohej nga Elton Qiça më 10 janar të vitit 2016 në Tiranë tek rruga e Kavajës. Qiça qëllon disa herë në drejtim të tij me armë zjarri, por nga plumbat plagoset vetëm një person i rastësishëm. Policia nis hetimet për ngjarjen dhe zbulon se objekti i këtij atentati ishte pikërisht Jani Alia, i cili në atë moment kishte në përdorim një makinë tip BMW X6 me targa AA 727, të cilën më pas e zhduku. Por vetë Alia, i pyetur nga policia në lidhje me këtë ngjarje, nuk preferoi të bënte kallëzim, duke mos bashkëpunuar me grupin e timor. I vendosur për hakmarrje, Qiça organizoi edhe një tjetër atentat ndaj Jani Alis, kësaj here në Gjirokastër. Alia mbeti plagosur lehtë në dorë, teksa lëvizte me makinën e një miku të tij në afërsi të rrugës Ura i Lumit. Edhe për këtë ngjarje, policia nuk mundi të provonte autorsinë e Elton Qiços, edhe pse ishte i dyshuar. Ndërsa vetë Alia pas kësaj radhe nuk pranoi të bënte kallëzim, duke pohuar se ajo që ndodhi ishte ngatres. Prej këtij momenti Alia mbërrin në Tiranë, ku kërkon mbështetjen e Renato Milloshit, me të cilin kishte miqësi të hershme të njohur në Tepelen. Duke qenë se nuk e njihte mirë Tiranën, Alia ndihmohet vazhdimisht nga Milloshi, deri në vrasjen e Elton Qiços më 1 maj të vitit 2016. Burimet nga policia thanë gjithashtu se për vrasjen ndihmuan dhe Nelgert Pata, të cilit ju bë atentat më 21 gusht tek rruga e Kavajës. Policia nuk identifikoi dot autorët dhe shpalli në kërkim të plagosurin Pata. Pas 3 muajsh arrati, Nelgert Pata nuk gjendet nga policia, por nga atentatorët, të cilët e ekzekutuan më 20 nëntor në Fier. Në sagën e përplasjeve mes grupeve është edhe atentati 28 tetorit të vitit të kaluar ndaj Andi Musafarajt, miku të Qiços, i cili mbeti i plagosur. Ndërkohë në policinë e Tiranës, vetëm pak ditë më parë vetë dorëzohet Renato Milloshi. Renato, djali i kryetarit të ndjerë të Partisë Komuniste të Shqipërisë pas viteve 90, Hysni Milloshi, është pronari i makinës tip Ford, me të cilën lëvizi Jani Alia i drejt lokalit në blok për të ekzekutuar Elton Qiçon.
Në dëshminë e tij parahetuesve, ai është shprehur se nuk ka pasur dieni për vrasjen e Çiços, ndonse pranon se ka qenë në dieni të konfliktit mes Janit dhe Eltonit. Nuk kam pasur lidhje me vrasjen e Çiços. Vura në dispozicion makinën. Isha në dieni të konfliktit mes Janit dhe Eltonit, por nuk kam marrë pjesë në vrasje. Me Jani Aliej nuk kam kontaktuar. Kam dëgjuar që ka ikur jashtë vendit, është shprehur Milloshi. Zyrtarisht nga policia thuhet se 36 vjeçari Renato Milloshi u paraqit me vullnetin e tij në polici bashkë me avokatin. Por a do të sjellë vetë dorëzimi i Renato Milloshit një zbardhje të plotë të konflikteve mes palëve? Cili ishte në të vërtetë roli i tij? Rikthehemi në studio, tani do qëm bashkë këtë insert e pikërisht nga fundi dua ta nis nga vetë dorëzimi i Renato Milloshi, që në fakt ka përbërë edhe lajmin e këtyre ditëve. Sipas këndvështrimit tënd, përse u dorëzua Renato Milloshi? Për te asaj që ka thënë nga familja, bisedimet që ka patur, a ka patur një bashkëpunim apo një negociat me policin? Shikoj, në gjitha rastet kur ka një ngjarje të rëndë dhe mbas saj ka persona në kërkim, një nga tentativat që bën policia e shtetit është dhe negociata me personat cilët e shpallën kërkim. Sigurisht, brenda negociatës futet edhe fakti që nëse personi pranon të vjetë në dispozicion të drejtësisë, kjo do t'i shënohet si një lehtësi gjatë gjykimit të tij dhe gjatë vendimit që do marrë gjykata. Në këtë rast çfarë garancie kërkonte? Garanci, po kjo është një lehtësi. Sepse i bie që një person është dorëzuar vullnetarisht, është vënë në dispozicion të drejtësisë. Në të kundërt, qëndrimi i mban prokuroria gjatë hetimit dhe gjykata në vendim është në një pozicion më të rëndë. Tani në rastin konkret është shumë shpejt për të folur, sepse ka ndodhur që në raste të mëbashme është garantuar diçka dhe në fund ka rezultuar që garanci nuk është se është pranuar nga gjykata dhe nuk është ofruar nga gjykata. Do kemi parasysh sepse që gjykata është një institucion i pavarur dhe është autonome në vendimet që merr, kështu që nuk është e thënë pavarësisht favorit që mund t'i kërkojë prokurori në kërkesën e vet, është gjykata ajo që vendos në fund. Gjithsesi, do të theksova këtë sepse edhe në rastin Balili, policia ka tentuar të bëjë të njëjtën gjë, por me sa duket Balili nuk e ka, ose policia nuk ka gjetur mundësinë, ose Balili nuk e ka besuar ofertën që i është dhënë dhe garancinë, dhe për këtë shkak ka vazhduar të jetë person në kërkim dhe të mos paraqitet gjatë procesit në gjykatë. Atëherë themi te çështja jonë. Do të kemi parasysh që ky është një serial, është seriali më i fundit i ngjarjeve në Shqipëri, por që ka më shumë se një dekadë gjysmë që ka nisur. Po, përpara se të kalojmë kjo tani, sepse e di që do kalosh tek detajet, duhet të të pyes tek Milloshi. Është rrëfyer se ka ndenjur në periferitë të Tiranës, më larg ka qenë Kodra e Diellit apo jo, por edhe në banesën e tij, në një bodrum përshtatur. Si është kjo për policinë? Çfarë do të thotë kjo? Ka qenë në Tiranë, brenda Tiranës, një person që shpallon kërkim që... Ne kemi qenë disa herë bashkë në studio live për News 24, duke folur për ngjarje të tilla. Dhe vazhdimisht kam thënë që një nga vendet më të mira për të fshehur për një person që ka probleme me drejtësinë është kryeqyteti. Pse është kryeqyteti? Pra jemi ekspozuar në një zonë të thellë, të largët, në një fshat të vogël apo në një qytet vogël, sa në Tiranë. Tirana është një zonë shumë e vështirë për të menaxhuar nga policia. Periferitë e Tiranës janë zona informale, në të cilat policia ende nuk ka një sistem adresash posta, jo më policia e shtetit. Dhe duke qenë që është gjithë ky fluks të ardhurish nga çdo cep i Shqipërisë apo nga jashtë, nga emigracioni, dhe që janë vendosur në Tiranë, Tirana është shumë e vështirë për të filtruar nga policia. Në rast se nuk ke bashkëpunëtor, është shumë e vështirë ta zbulosh një person në kërkim i cili disponon së pari burime financiare, së dyti burime njerëzore, pra ka një grup shoqëror i cili e ndihmon vazhdimisht, dhe nëse ti nuk i ke këto, pra dhe nëse një person në kërkim i disponon pra këtë logjistik, është shumë e vështirë për të kapur. Tani zonat ku i ka qëndruar për kuriozitet, pra kanë në zonën Saukut, në një zonë ku janë një pjesë e mirë e zonave rezidenciale. Pra janë vila luksoze, ku rrinë njerëzit shtresa e mesme, po shtresa e lartë e Shqipërisë. Gjyqtar, prokuror, politikan, biznesmen. Tjetër, Kodra e Diellit. Rri pjesa edhe ministri brendshëm rri në atë zonë. Tjetra, pranë zonës njohës pranë qendrës Kristal.
që shumë afër dhe nga zona Mirë, po kur flasim për banesën e tij, pikërisht për banesën e tij? Atëherë, kur flas Si për ka këto, mundësi që nuk janë zhvilluar shumë kontrollet kur flas për këto zona, pra këto tre kryesore, ai më pak mund të ketë ndëjtë në banesë, unë besoj shumë pak që të ketë ndëjtë në banesë, sepse Mirë, sipas dëshmisë që ka dhënë. gjëja e parë që mbahet në nënvëzhgim është banesa dhe rrjeti familjar. Pra, nëse unë do jem në kërkim, gjë e parë do shmang këtë dhe nuk do përdor telefon. Ose do gjej një mënyrë tjetër komunikimi, mos se përsëris. Ka telefona që kanë sistemin, për shembull telefona BlackBerry, ka një sistem të komunikuar që policia ka të vështirë ta interceptojë dhe ta mbajë në përgjim dhe të zbulojë autorët. Atëherë në rastin konkret, pse ka zgjedhur ky person këto zona? Jo më koti ka zgjedhur. Pra ka zgjedhur 3 zona ku jetojnë, pra një është pjesa dërmuese në shtresë mesme, politikan, qeveritar, biznesmen, njerëz të medias, pra, ky jeton në një zonë të tillë. Pse? Sepse edhe kontrolli në këto zona, pra, është më i vogël se në zonat. Pse? Sepse policia niset nga parimi, meqense në këtë zonë, pra aty ka prezencë policore të madhe, por nuk ka informacion në lidhje me persona të tillë. Unë më kot kam thënë edhe herë tjera që nëse mbahet në kontroll bloku, pra ish bloku, aty do të çuditesh çfarë njerëzish rrinë aty dhe çfarë problematike kanë ata. Po pse rrinë aty? Sepse presupozohet zonë e sigurt dhe aty ata kanë kontakte me njerëz të poshtetshëm, me politikanë për të zgjidhur hallet e tyre dhe të përfitojnë nga imuniteti i tyre. Në rastin konkret, Milloshi ka bërë një zgjedhje krejt logjike dhe kjo dëshmon që pjesëtar i një grupi i cili për fat keq rezulton që është një grup shumë i strukturuar, shumë i rrezikshëm, vetë fakti që kanë kryer vrasje në vende kaq publike, vrasje kaq të hapura dhe i kanë shpëtuar pra arrestimin nga policia, dëshmon që kemi të bëjmë me një grup jo do kudo. Tani, tek dëshmia që ai ka dhënë, ka mohuar të ketë qenë i pranishëm në momentin që ka ndodhur vrasja, pra që të ketë qenë në drejtimin e automjetit. Sigurisht ka pohuar faktin që automjeti ka qenë në pronësi të tij, vetëm 4-5 ditë më përpara është bler, por që nuk ka qenë aty. Mendoni se thotë të vërtetën në këtë gjë? Shiko, Renato Milloshi ka gjithë të drejtën derisa kohë nuk ka një vendim gjykate të formës prejer, të prezumohet i pafajshëm. Dhe praktikisht, me që prezumohet i pafajshëm, ai para se të dorëzoj, ka fiksuar në kokë dhe një version, ose një alibi, se si ai do të mbroj vetën e vetë për balë një procesi hetimor nga prokuria, apo një procesi gjyqësor nga gjykata. Dhe ai sjell provat e veta dhe të vërtetën e tij. Pra, ai pranon faktin që makina është e tij. Pra, gjë që e ka thënë policia. Ai pranon faktin që ka njohje me Jani Aliaj. Por nuk pranon faktin që ka qenë në vendin e ngjarjes. Pra, këto dy të parat janë në favor të organit të akuzës. Kjo tjetra pastaj, ky përpiqet ta përjashtojë sepse bashkëpunimi në vrasje është një akuzë shumë e rëndë. Dhe Kodi Penal shqiptar parashikon një dënim shumë të rëndë në lidhje me këtë akuzë. Pra ai po përpiqet që t'i shpëtojë kësaj akuze, së pari, së dyti të përfitojë nga marrëveshja, pra nga dorëzimi, së treti mund pranojë dhe gjykimin e shkurtuar, pra për faktin që makina është e tij, që ai ka njohur, por nuk është, ai do të përjashtojë veten nga bashkëpunimi në vrasje. Dhe kjo e ka çuar atë në dorëzim. Pse? Së pari ai rrezikonte të ekzekutohej nëse do zbulojë vendi ku ai qëndronte i fshehur. Nga informacioni parapraktik që dhënë policia dhe media, rezultonte që Renato Milloshi ishte po aq bashkëfajtor në vrasjen e Çiçës, domethënë po aq fajtor sa Jani Aliaj, që ky t'i shpëtonte, pra, kësaj hakmarrje, sepse vërtet rrezikonte jetën e vet, ndoshta edhe të familjarëve të vet, ka gjetur këtë rrugëzgjidhje, ta përjashtoi veten nga kjo ngjarje, dhe nga kjo vrasje. Domethënë, në këtë momente kemi dy versione. Kemi versionin e policisë dhe të organit të akuzës, prokurorisë, dhe kemi dhe versionin e Renato Milloshit. Në këtë momente, të dyja versionet mund të merren të mirëqëna. Ajo që do vendosi kush ka të drejtë, pra nëse Renato Milloshi po thotë të vërtetën, apo
prokuroria ka prova për të kundërtën dhe për të vërtetën e saj, është gjykata. Vetëm gjykata e ka tagrin të vendosi se kush i ka provat e plota dhe kush ka të drejtë në këtë histori. Në fakt sa do të ndikoj në të gjithën këtë, pra në ngjarjen, por edhe të gjitha ato që kanë qenë më parë dhe nëse do të vijojë më saktë apo jo. Sigurisht, unë një më kote përmenda që Renato Milloshi, domethënë dorëzimin e ka parë dhe si një lloj justifikimi ose largimi të vetes vet nga vrasja e Elton Çiçës. Pra duke u thënë njerëzve të Elton Çiçës që ky domethënë është për shkak të njohjes që ka patur me Jani Aliej në shfutën këtë valle. Por ai nuk e ka ditur që Jani Aliej do vriste Elton Çiçën, së pari, nuk e ka ditur se ky nuk ka qenë në atë ngjarje dhe ky është jashtë kësaj ngjarje. Dhe kjo mund të jetë e vërtet, po thashë i vendos gjykata. Tani, fakti që ai është dorëzuar policisë ka këtë të mirë brenda. Së pari ka shpëtuar një rreziku personal i cili mund ta çonte në ekzekutim fizik. Së dyti mund të jenë shtruar burimet. Pra ai ka shfryzuar burimet e veta sepse ka kosto shumë të mëdha dhe financiare që të lësh tërë kohën i fshehur dhe të kesh një rrjet informatorësh që të njoftojnë për lëvizjet e policisë. Megjithatë, dëshmia e tij, domthonë dëshmia e Renato Milloshit për mua do të kishte një vlerë të jashtëzakonshme, nëse Renato Milloshi do të pranonte të kishte statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë. Pra të bashkëpunonte me organin e akuzës për të treguar gjithë të vërtetën e këtij seriali. Dhe në këtë rast ai ka treguar se nuk ka kontakt me Por ai nuk është, edhe me informacionin që kam unë, ai nuk e ka këtë status, nuk është në statusin e bashkëpunëtorit, përkundrazi ai është paraqitur me statusin e një personi. Po, ka njohje, po unë e kam mjetin, po nuk e kam ditur se çfarë donte të bënte Jani Aliej në lidhje me këtë ngjarje. Tani për sa i takon dy grupeve, dy palëve që kanë përplasjet që prej vitit 2000, e nisët që janë shumë sofistikuar. Kemi të bëjmë, si thash më parë, kemi të bëjmë me një grup i cili ka një origjinë të përbashkët. Pra vin nga e njëjta krahinë. Nga Tepeleni. E Shqipërisë. Dhe kanë disa temperamente që i ka ajo krahin në gjithë historinë e vetë, në gjithë traditën e vetë. Është një grup i ashpër. Është një grup i cili ka kapacitetet të mëdha financiare. Janë akuzuar, kanë qenë të arrestuar jashtë territorit të Shqipërisë, kanë qenë në hetim në Shqipëri, si të dyshuar për trafikim të lëndëve narkotike. Pra që kanë siguruar para dhe mjete për të bërë atë që kanë bërë gjatë një dekadë e gjysmë. Së dyti, kanë një inat dhe hakmarrje ndaj njëri tjetrit, sepse kanë patur njohje. Fakti që kanë patur njohje në fillim, kjo gjë ka ndodhur edhe me shumë grupe të tjera në Shqipëri. Nëse kujtoni historinë e rrugës Kavajës, vrasjet e një pasnjëshme, erdhi mes një grupi që dikur kishin qenë bashkë dhe kishin njohje shumë të madhe me njëri tjetrin. Po për këtu, Arzana Filla që ka vrarë shokun e fëmijës? Ose ngjarjeve, ta kthej një herë, edhe ngjarjeve në Tropoj. Njerëzit kishin njohje dhe prandaj ishte kaq e madhe urrëtia dhe kaq i pamëshirshëm seriali i vrasjeve, sepse kishin njohur me njëri tjetrin. E njëjta gjë ka ndodhur në rastin konkret. Pra kanë burime financiare, thash, jashtëzakonisht të mëdha, të cilat kanë ardhur nga rrugë të ndryshme, pjesa dërmuese dyshohet që janë rrugë palishme. Së dyti, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Të dy palët kanë një rrjet miqësor dhe shoqëror, që është në nivele serioze në të administratës shtetërore dhe të policisë shtetit apo të shërbimit informativ. Pra, të dyja palët kanë informator, kanë lidhje me persona që kanë pozicione të rëndësishme në policinë e shtetit, në shërbim informativ, madje dhe në prokurori, madje edhe përfaqësues pushtetit vendor apo të pushtetit qendror. Gjë që do të thotë të dyja palët kanë informacion për lëvizjet e njëri tjetrit. Dhe ngjarje, mjafton të kujtoj edhe vetëm atentatin ndaj Nelgert Patës, i cili u ekzekutua ndërsa po përgatisej një atentat. Pra, imagjinoni, ai po përgatisej një atentat dhe u vra në përgatitje e sipër. Pra, që ta bësh një gjë të tillë, që të qëndrosh në hotele të ndryshme të Shqipërisë apo në baza të ndryshme, do thotë që ti ke mundësi financiare, që ti të ndrosh makina vazhdimisht, që ti të kesh të përdorësh armë të sofistikuara. Pra, snajperas që janë përdorur në rastin konkret, lëndë eksplozive, mina të telekomanduara, pra janë përdorur shumë lloj armë. Ose të tentosh brenda një kohe të shkurtër, siç ka tentuar Elton Çiçi për të ekzekutuar Jani Aliej. Disa herë brenda një kohe shumë shkurtër, brenda 3 muajsh, ka organizuar 3 atentate, nuk arriti dot ta vrasë. Dhe pastaj pa pritmas, ndërsa ky është vënë në gjumë, sepse ka menduar që
ka dëshmuar ky forcë ndaj kundërshtarit vet, atëherë papritma se ekzekutohet në mes kryeqytetit në prani të një oficeri policie, pra në një zonë, një nga zonat e sigura të kryeqytetit. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që palët nuk e kanë frikën, nuk e kanë shumë frikën që mund të kapen, por urrejtjet që kanë për njëri tjetrin dëshmojnë që nuk do ta falin dhe do të shkojnë deri në fund. Sot ka ikur një nga personat më të rëndësishëm të Njerëz Palë, pra Elton Çiça. Por mos harroni, seriali ka vazhduar mbas Elton Çicës, u vra nga krau tjetër Nelgert Pata që ishte poashtu një personazh me lidhje shumë të forta, pra i grupit të Jani Alier. Dhe ky detaj, pra që të palët kanë burime të mëdha financiare, që kanë njohje të mëdha, pra në agjencitë e zbatimit ligjit, në administratën shtetërore, e bën shumë të rrezikshëm këtë serial. Dhe prandaj atentatet kanë ndodhur në ambiente publike. Ata po thojnë se nuk e kanë patur fare frikën se mund të ekzistojë, pra mund ta kapën policia. Mjafton kujtoj që në kontaktet që kanë patur me drejtues lart policisë shtetit, gjatë këtyre kohëve, sidomos 2 viteve të fundit që kanë ndodhur këto ngjarje, më kanë thënë drejtorët, pra, ose shefat e komisariateve të Tiranës, të Durrësit, të Fierit, me shaka me njëri tjetrin flasin. Ku do ndodhi vrasja e radhës? Urojt mos jetë t'i thot ai Tiranës territorit tim, po të ndodhi në territorit tonë, sepse në çdo territor që ndodh ngjarja, ajo drejtori është e detyruar të merret me hetimin. Fakti është që deri tani këta kanë kryer ngjarje në Greqi, në Gjirokastër, në Fier, në Tiranë, në Durrës. Pra, madje edhe brenda në Burgim kur kanë qenë pas hekurave kanë patur. Pra, po ta shikoni, këta dashur pa dashur kanë implikuar nga 12 drejtori që ka Shqipëria, qarqesh. Minimalisht 6 drejtori janë marrë me hetimin e atentateve të dështuara apo atentateve të suksesshme të këtyre 2 grupeve. Dhe të gjitha prognozat e deri tanishme, pavarësisht hetimeve që ka bërë policia dhe prokuroria, edhe pse në fakt ka premisa shumë të mira, pra për të dokumentuar dhe për të provuar aktivitetin kriminal të këtyre ngjarjeve, të gjitha premisat flasin që seriali do vazhdojë. Kush e ka përsinë të bëj goditjen e radhës? Pra mbeten po kaq të rrezikshëm për të vijuar maratonën e Akmarias. Absolutisht po. Dhe rrezikshmëria më e madhe është që persona përgjegjës të dyja grupeve, ndryshe edhe nga grupet në të kaluarën e historisë Shqipërisë, janë aq të jetur sa shkojnë dhe godasin me dorën e vet. Nuk marrin as vrasës me pagesë, por shkojnë dhe godasin me dorën e vet. Imagjinoni kemi të bëjmë me kryetar apo me kapo grupesh që qëllojnë me dorën e vet. Do thotë sa e rrezikshme është ky serial dhe sa rrezikshme është fakti që qytetarët të pafajshëm janë disa deri tani të plagosur, nuk po them thjesht terrorizon, por mund të humbin jetën në një shkëmbim zjarri. I vetmi shans që i ka mbrojtur qytetarët deri tani, qytetarët pafajshëm, në lokalet ku kanë ndodhur atentatët, e dini kush ka qenë? Thjesht sepse autorët e këtyre ngjarjeve i kanë qenë profesionistë dhe kanë synuar të godasin vetëm objektivin e tyre, nuk e kanë humbur toruan dhe kanë vazhduar të bëjnë të njëjtën gjë që kanë bërë deri në momentin e vrasjes. Nëse do të ktheheni bashkëpunëtor me policinë, çfarë do të ndodhte përsa i takon këtyre grupeve? Dhe a do të ndikonte në vijimin e ngjarjeve të tilla? Disa nga grupet më mëdha në Shqipëri të cilët kanë dalë para gjykatës dhe të cilat drejtësia shqiptare ka dhënë vendime, pra ka dhënë dënime të rënda, përgjithsisht janë zbërthyer në saj të personave që kanë bashkëpunuar me drejtsinë. E njëjta gjë ka ndodhur me rastin e Durrësit, e njëjta gjë me rastin e Lushnjës, e njëjta gjë ka ndodhur në Vlorë, po ashtu edhe në Tiranë. Pra, në rastet kur drejtësia ka patur bashkëpunëtor brenda, ka mundur që ta zbërthej çështjen dhe ta çojë një dosje më të kopësitur në gjykat për të dhënë një vendim sa më të drejtë. Në raste kur nuk ka patur bashkëpunëtor, ka qenë shumë e vështirë. Megjithatë, edhe në rastin konkret, faktën deri tani Renato Milloshi nuk është treguar bashkëpunues sepse ai pretendon që nuk është pjesëtar i grupit. Pra ai thjesht njeh Jani Alier, po nuk është pjesëtar dhe nuk është si them një nga personat aktiv që ka bashkëpunuar në lidhje me serialin e vrasjeve. Por apeli që do të bëja unë sot, sidomos agjencive zbatimit ligjit, prokurorisë sa më tepër, thashë shërbim derisa ka rezultuar që punonjës të shërbimit sekret kanë dhënë informacion në lidhje me lëvizjet e pjesëtarëve të dy grupeve. I kanë dhënë njërës pal apo tjetrës pal. Shikoni pra sa rrezikshmëri ka ky grup. Apeli im është që të shmanget sa më shumë të jetë e mundur një përplasje në vende apo në ambiente publike, gjë e cila mund të çonte në vrasjen e njerëzve të pafajshëm. Pra, agjencisë e zbatimit ligjit, siç e kanë tendencën dhe siç po bëjnë presion për të goditur autorë dhe për t'i kapur ata, të njëjtën gjë
Pra duhet kërkojnë dhe duhet të paranalojnë që të mos kemi një përplasje në ambiente publike, pra në një lokal. Kini parasysh pamjet e kamerat sigurisë të vrasjes së Elton Qiçës tek lokali De Niro, pra një panik i madh dhe fat i madh që ai ishte i stërvitur vrasi, pakujdesia më e vogël sepse mund shkaktonte viktima të tjera. Të njëjta gjëra kanë ndodhur pak a shumë edhe për atentatin të Ishparku, i autobusave, pamjet filmike kanë treguar të njëjtin kaos për qytetarët e pafajshëm. Goditja është bërë në një ambient ku ka shumë lëvizje të qytetarëve. Pra ky është një rrezik akoma më i madh se vetë seriali i vrasjeve në. Urojmë të merret ky apel në mënyrë që të mos vijohet me këtë sag. Faleminderit Anoxha që ishte me mua në studio. Faleminderit ju.